Mbrojtësi kuqezi Mario Mitaj pas transferimit të skuadra e Genoas në Serie A ka kryer edhe stërvitjen e parë me skuadrën kuqeblu, ndërkohë që ka shprehur gjithashtu fjalët e para si lojtar i ri i ekipit nga Genova. Kalimi të një klub si ky dhe mundësia për të luajtur në Serie A ishte një nga objektivat e mi. Jam shumë i motivuar dhe mezi pres të nis punën në një ambient që të frymëzon dhe të jep motivim të madh. Aktivizimi në Serie A italiane ishte ëndër për mua dhe tani mund të them se është bërë realitet. Tashmë nuk më mbetet gjë tjetër veç se të shpërblej në fushë besimin e klubit dhe tifozëve. Ishin fjalët e ansurit shqiptar që do të mbaj fanelen me numrin 2. Përshtypjet e para mbi Mario Mitaj i ka dhënë dhe trajneri De Rossi, i cili nuk aktivizoi në miqësorin e fituar ndaj Leicesterit. Ai ka cilësi të shkëlqyera, ofron shumë mundësi dhe e vën në lëvizje mirë ekipin pasi ditë të shtyp përpara. Fizikisht, ai ka shpejtësi, luan me cilësi dhe sulmon. Do të thuaj se është shumë i ngjashëm me Martin ose Angelino, mbrojtës të krahut që nuk janë gjigant, por gjithmonë dinë se ku ta dërgojnë topin. Sa i takon rolit, kam ndjesinë se mund të luaj edhe në pozicione të tjera në fushë. Ai është në formë të mirë, thjesht duhet të rizbulojë intensitetin. Do të arrisë nivelin teknik të skuadrës. Shumë shpejt do të jetë gati për të dhënë kontributin, deklaroi De Rossi.